Si e shef ti performancën e Dumanit, i cili është në fund mandatit të tij? A mendoni se ka pas arrogancë në sjelljen jo vetëm Dumanit, por shumë prokurorëve? Tani ata shpjegojmë. A ka pas drejtësi dhe a ka pas balancë për atë që ato kanë marrë? Tani, unë të kuptova. Shiko, duhet të dishni diçka. Flasim për administratorin 3 vjeçar të strukturës. Themelet e strukturës u urdhën nga Arben Kraja. Usha Arben Kraja, në të tërë krahas po bën arrestimin, se ne i duam kështu. Berishën, Fudenburg. Po ta mbash mendin në 2016-ën, i gjithë populli ka qenë shumë i tensionuar, do miratohet reforma. Pse thoshte? Se kur do hy Berisha në Burg. Me fjalë që atëre, ky muhabet ishte, me fjalë që u krijua një ide që në 2016 kjo reformë do fusi Berishën në Burg. Kjo reformë që ishte atëre do hetonte nivelin e lartë të politikanëve. Pra, kjo pjesë e politikës së pandëshkueshmërisë që ishte në vite, erdhi me këtë reformë, me një strukturë që do të hetonte atë strukturë. Tani, ku ishte pjesa për të cilën kaloi te Dumani? Dumani mori dosje të cilat në aspektin 3 vjeçar të hetimit paraprak përfunduan disa dosje. Dhe me përfundimin e dosjeve, normalisht do dilte një urdhër arresti. Do bëheshin kërkesa për heqje të imunitetit. Dhe kjo i ra shanse që të ishte Altin Dumani. Dhe pse u zgjodh Altin Dumani? Altin Dumani, në aspektin moral dhe profesional, unë mbaj përgjegjësi për këtë fjalë që them, e njoh herët, kam qenë në procese me të, dhe i quaj një nga njerëzit më të ndershëm të prokurorëve. Nuk diskutojmë ndershëm. Ja ku do të dal unë me këtë. Tani, Altin Dumani si administrator ka 4 gjëra ka si administrator. Të përfaqësojë institucionin njësisht, të ketë një integritet të lartë moral dhe profesional, të cilin ai e ka, sepse nëse ti nuk e kishe një integritet moral dhe profesional, dhe të lakoheshe që ky filan vit ka bërë këtë, Altin Dumani deri tani nuk janë kanë nxjerrë gjë. Pjesa tjetër është që të kërkoj prokurore zbatueshmërinë ligjore për problematikat që lindin brenda institucionit, me prokurorët që kanë një status të veçantë dhe nuk i detyron ky se statusi i prokurorit është e ka caktuar kushtetuta shumë i pavarur. Dhe mendimin e prokurorit ky nuk e imponon dot, por i kërkon zbatueshmërinë ligjore. Kaq në bazë të referimeve që vijnë nga procesi i personave që janë në hetim e tjera. Dhe pjesa tjetër është që përfaqëson institucionin jashtë e brenda me dinjitet, me institucionin ligjë zbatuese botëror. Pra këto 4 janë gjërat prioritete të asaj strukture. Dhe te pjesa tjetër e sjelljes së prokurorëve, dhe unë e di pse dole te pjesa e prokurorëve dhe sjellja e tyre, që a ka pasur problematika, këto janë individuale. Do të thotë që nëse Zoti Velie, se unë kapa këtë që ti e ke për të Zoti Velie. Tani, nëse Zoti Velie... A ka konflikt interesi midis prokurorit dhe Velies? Në qoftë se Zoti Velie kishte konflikt interesi, shumë mirë, ti bënte një kërkesë Altin Dumanit, si krye... Ja ka bërë? Një sekundë. Jo, pritse, unë mund di që s'ka bërë. Ja ka bërë, po të garantoj jo. Po atëherë, po mirë, dakord. Dhe nëse, atëherë do ta çonte në gjykat, atë kërkesë, se atë ligje parashikon që të shkojnë në gjykata, jo? Në qoftë se nuk e largon prokurorin, shkon drejtojë gjykatës, gjë që nuk e ka bërë, sepse këta nuk kanë mbajtur në gjykatë. Në qoftë se ishte një konflikt i tillë. Ose, në qoftë se me të vërtetë figuronin element dëshkueshmërie dhe penale, Erion Velie ti bënte kallëzim penal dhe normalisht ishte i larguar automatikisht prokurori. Pra, kjo është marrëdhënie të cilën Zoti Velie duhet ta bëjë. Kjo nuk është detyra ime, por është detyrë mbrojtjes së tija që të di të mbrohet për atë dosje 60.000 faqe, 100.000 faqe, që një zot e di se kush do i lexoj ato e si do i lexoj, se është ka tjetra probleme aty. Aty ka probleme sa dush. Sot që duhet ndërhyrë te kodi procedurës tani penale, sepse kemi afatet kur ti thritesh i pandehur 10 ditë kohë nuk mjaftojnë për këtë volum të madh letrash që ti të bësh analizën dhe të bësh kundërshtit brenda 10 ditëve. Pra, ka shumë element të cilët duhet ndërhyrë. Apo elementi i gjyqtarit të seancës paraprake.
si do lexoj ato 80.000 flat, të gjitha aty. Ma kuptove? Kështu që duhet lëvizur me pjesën e afateve.